Përshëndetje, miq, siç ju lajmërova në videon e para iftarit, këto do të flas me izën e Zotit për një ndër temat më interesante, më të rëndësishme që prek brumi i saj çdo shtet në botë, çdo shoqëri e mos të them edhe çdo person, respektivisht të gjithë neve që jetojmë në këtë rajon ku jetojmë. Fjala është për rënimin e rendit botëror i cili ka dominuar botën që edhe niset me njëherë pas përfundimit të luftës së dytë botërore. Do të shihni sonte dhe mendoj se do të më arsyetoni edhe më fuqishëm në atë që kam thënë kohëve të fundit, vazhdimisht. Si në video, si në për intervista, se rendi global evident ka përfunduar në ditën e fitores së zgjedhjeve të Donald Trump në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe më para jem pa shenja se po shkohet drejt përfundimit. Presidenti i Turqisë pa t'i thënë se bota nuk është e përbër vetëm nga 5 shtete, por ka dhe më shumë, se Kombet e Bashkuara duhet të ndryshojnë, se Këshilli i Sigurimit duhet të ndryshojë në formatin e tij, Kina gjithashtu, Brazili, disa vende të tjera në zhvillim e sipër që kanë mugulluar me fuqitë e tyre ekonomike, i jepnin shenjat se nuk janë të kënaqur me sistemin unipolar të udhëheqjes së botës, si në rrafshin ekonomik dhe fillimisht, si në diplomaci, në nivele ushtarake dhe të gjashme. Thjesht u patën pa shenja evidente se bota po kërkon ndrrimin e rendit botëror. Prandaj them une, duke i lexuar këto që po ndodhin, e ka marrë guximin të them se Donald Trump, megjithëse që është një person fizik, një fizikum, një emër dhe me mbiemër, që e udhëheq tani shtëpinë e bardhë, SBA-t, për te i kësaj, Donald Trump është një frym, është një mendësi e ardhën si rezultat i dinamikave të ndryshme në marrëdhëniet ndërkombëtare. Po mos të ishte Trump, do të ishte Vance. Po mos të ishte ai, do të ishte dikush tjetër, por gjithsesi dikush do ta shkruante rreshtin e fundit të përfundimit të rendit global në të kaluarën. E që shqiptarët nuk di klasat politike shqiptare në gjeografin ku jetojmë, a janë duke e lexuar këtë ndryshim rapid dhe radikal që është duke ndodhur në marrëdhëniet ndërkombëtare. Nuk muj të prejudikoj se çfarë do të ndodh me Kosovën, me Shqipërinë, por ata që jam duke e parë, duke i lexuar rrethanat në marrëdhëniet ndërkombëtare, në ndryshimet të cilat po ndodhin në politikat ndërkombëtare, unë e shoh se shqiptarët po i presin ditë jo të lehta, dhe kur të mërkurën parashihet çfarë do të jetë e ejtja, unë mendoj se që nga e martja dohet të fillohet për përgatitjen fillimisht të leximit të mirëfillt dhe të drejtë të gjithë asaj që po ndodh, e pastaj të marrjes së vendimeve dhe hapave të duhur. Çfarë dua të shpjegoj këto? Shumë thjesht. Donald Trump i dha fund rendit global, në të cilin Amerika, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të ndihmuar edhe nga vendet që kishin krijuar atë që quhej civilizim perëndimor, po i jep fund përfundimisht, duke dhënë shenja të mjaftueshme se Shtetet e Bashkuara të Amerikës e kanë fuqinë e mjaftueshme ta udhëheqin botën me predispozita dhe formate të cilat po e presin atë. Ky sistem i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës
prej kohës pas luftës së dytë botërore, ka krijuar institucione, organizma të ndryshëm ndërkombëtar që i kanë shërbye politika mos të quaj ekspansioniste, por dominuese ekonomike dhe politike të botës. Një ndër organizmat e fundit që janë krijuar për të shërbyer kësaj politike globale ka qenë pikërisht globalizmi, për të cilën tek ne edhe libra janë shkruar me fjalet e arta, me germa të arta, duke mos e njohur thellësinë dhe prapavijen e asaj që përfaqësonte dhe sjellte globalizmi tek ne shumë herë është pa si një e mirë e të cilën e ka sjell koha, duke mos e kuptuar këta njerëz. Edhe sot e kësaj dite, se globalizmi është masha e fundit të cilën e ka përdorur fuqia ekonomike e Amerikës për të imponuar dinamikat e veta natyrisht në dobi dhe në interes të politikave dhe ekonomisë amerikane. Temën pra po e nisa kështu për të vazhduar me një përpjekje që të ju rikujtoj pamjet të cilat i pa e gjithë bota, ato në rastin e inaugurimit të Donald Trump si president i 47 i SBA-ve me 20 janar të këtij viti. Ato pamje na japin imazhe se po mirnin pjesë gardianët e ekonomisë botnore dhe pronarët e kompanive më të mëdha amerikane dhe ndërkombëtare, gjë të cilën nuk jemi mësuar ta shohim të tillë kështu në këto përmasa përgjatë inaugurimeve të presidentëve të mëparshëm para Donald Trump. Në atë sallë ku po mbahej inaugurimi, u dëgjuan fjalimet dhe aty shihej qartë mbase me një prezencë e qëllimshëm që të bie në sy, shihej themeluesi i Amazonit, Jeff Bezos, pastaj CEO i Google, Sundar Pichai, pastaj CEO i Teslas dhe SpaceX-it, Elon Musk, CEO i Meta, apo siç po e quajmë hala Facebookut, Mark Zuckerberg dhe disa të tjerë. Çfarë thoshte ajo pamje dhe çfarë dua të them këto unë në këtë videon time, në këtë interpretimin tim? Dua të them se Donald Trump po i jepte shenjat përfundimtare se regjimi i kaluar ndërkombëtar ekonomik, i cili mbështetej në organizma të krijuar nga lufta e dytë botërore dhe mbështetej fort edhe në partneritete me shtete partnere dhe mike ka përfunduar. Tani don të thoshte se këta njerëz të cilët i kam anash, së bashku me mua, me vance dhe me politikat të cilat do t'i prezentojmë tani një tutje, dhe me nënshkrimin e dokumenteve dhe urdhëresave, do ta ndryshojmë çdo gjë që ka qenë evidente deri më tani. Duke shtuar se Trump në fakt trashëgoi dominimin amerikan për 3 dekada mbi ekonominë ndërkombëtare në një kontekst të globalizuar. Se çfarë është konteksti i globalizuar në pak minuta më vonë. Po i njëjti Trump ka vendosur, po shihet, të frenoj përparimin e globalizmit dhe të hap pra një periudhë të një sistemi të ri ekonomik në botë, që dënë të thëtë të një rendi botëror të ri, sepse rendi botëror është rend i cili krijohet mbi baza të interesave ekonomike për asgjë tjetër. Ai është sistemi i politikave proteksioniste. Pra, nga globalizmi tani po kalohet në proteksionizm. Çfarë është proteksionizmi? Ky term i referohet politikave ekonomike të kufizimit të importeve nga vendet tjera
përmes metodave si tarifat e reja për mallrat e importuara, kuotat e reja të importit dhe disa rregullore të tjera qeveritare. Futja në sistem e proteksionizmit dënë të thot vula përfundimtare e asaj që ishte më parë, dhe ajo që ishte më parë si kupoll të veten e kishte vendosur sistemin globalist. Pra, përderisa në sistemin globalist ishte krijuar një fshat i madh, një glob si një fshat i madh, ku rregulloret e punës të ekonomisë të marrëdhënieve ndërkombëtare vendoseshin nëpërmes organizmave të ndryshëm të krijuar si një frymë që duhej të implementohej qoftë edhe me dhunë nga të gjitha shtetet anëtare të atyre organizmave, proteksionizmi është sistemi i cili e hedh këtë sistem dhe e fut atë që është vetëm interes i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pa marrë fare në konsiderat nëse ndonjë shtet partner, ndonjë shtet mik preket apo nuk preket në interesat e saj. Kështu, sistemi ekonomik, ndërkombëtar, bashkohor, i deri para ardhjes së Donald Trump në Shtëpinë e Bardhë, ishte rezultat i drejt për drejt i përfundimit të luftës së dytë botërore. Ishte sistemi brenda tij, pra sistemi Bretton Woods, i krijuar në vitin 1944 e deri te krijimi i organizatës botërore të tregtisë World Trade Center, që themelohet në vitin 1994, pas 50 vite sapi bie aty, por që fillon nga puna me 1 janar të vitit 1995. Ndërmjet Bretton Woods edhe organizatës botërore të tregtisë krijohen edhe organizma të tjerë ndërkombëtar që do t'i shërbenin asaj kupolla e të cilit në fund do të jetë globalizmi. Ndërmjet këtyre dyjave themelohet Banka Botërore, pastaj Fondi Monetar Ndërkombëtar FMN-ja në vitin 1944-45, që të dyjat, të cilat u vendosën si bloqe, si themele, mbi të cilat po rindërtohej ekonomia globale, ndryshe nga që ishte para luftës së dytë botërore, ndërmjet dy luftrave botërore. Çfarë është OBT-ja, ose Organizata Botërore e Tregtisë, World Trade Center? OBT-ja merret me nxitjen dhe vënien në zbatim të ligjeve dhe rregulloreve tregtare ndërkombëtare, e cila e kishte dhe deri në këtë moment ende e parënuar krejtësisht autoritetin të administroj, të imponoj dhe të mbikëqyr marrëdhëniet e tregtisë së lirë dhe praktikat tregtare botërore. Në të njëjtën kohë e ka pas autoritetin edhe të shqyrtoj dhe rregulloj mosmarrëveshjet tregtare midis vendeve anëtare aty. Ky sistem mo ka ra. Donald Trump mo nuk nje asnjë sistem, asnjë marrëveshje, asnjë rregullore e ndërtuar apo e nënshkruar mbi bazën e prerogativave të këtyre organizmave që e kishin krijuar sistemin global të pas luftës së dytë botërore. Brenda atij sistemi të pas luftës së dytë botërore, shquhej ajo që quhej shteti i mirëqenies dhe i cili bazoi në teorinë e keynesianizmit. Çfarë është teoria e keynesianizmit? Është marrëdhënia midis kostës së punëtorit dhe prodhimit. Në vitet e 70-ta, kur merr fund epoka e kapitalizmit si rezultat i krizave të rënda, sistemi keynesianist bie për të vazhduar pastaj me neoliberalistët që morën iniciativën e ekonomisë. Neoliberalizmi, sikur sekularizmi në rrafshe të tjera,
është sistemi apo masha imponuese e politikave supersticioze, të cilat i ka imponuar Washingtoni zyrtar nëpërmes organizmave të krijuar këto. Asnjë nga këto Trump nuk po i njeh. Megjithëse ai nuk mund t'i përfundoj dhe t'i mbyll sikur Usaidin me dry, t'i largoj njerëzit nga puna nga këto organizma nuk kanë pesh në ato bisedime, në ato rrafshe ku ka fjalë Amerika apo ku ka interes Amerika. Me ndryshimin apo me rënjen e keynesianizmit edhe futjes në sistem të neoliberalizmit që e merr iniciativën e ekonomisë botërore, hapet rruga e të menduarit për globalizmin i cili fillon në 2 dekadat e fundit të shekullit 20. Globalizmi pra erdhi si një përgjigje ndaj transformimeve strategjike që bota dëshmoi pas luftës së dytë botërore. Përderisa globalizmi ishte leva ose arma ose mjeti kryesor i rendit të kaluar botnor, proteksionizmi është leva, arma, çelësi, fuqia, mjeti kryesor i sistemit të ri. Pra, Amerika e ka të drejtën tani e tutje, nëse e ka dhe fuqinë e mjaftueshme, të vendos tarifat doganore, të lëviz ato, të vë në dispozicion ligje, predispozita, dogma, kondita, rregullore, të cilat nuk guxojnë të bien ndesh me sistemin e drejt për drejt ekonomik amerikan. Kthehem pak për mas. Si është zhvilluar ajo për ta parë se çfarë është duke ndodhur tani, për të arsyetuar ajo që po themi se ka përfundu ajo kohë. Shumë shkurt po duhet. Rënja e Evropës lindore në vitin 1989, bashkimi i Gjermanisë, rënja e bashkimit sovjetik, ndarja e Çekoslovakisë dhe rënja e Jugosllavisë, në të cilën rënd botëror në atë kohë kanë luajtur rol të madh shqiptarët, sado që dikush mund t'i nënvlerësoj, shqiptarët janë një ndër 2 faktorët kryesorë, së bashku me kroatët, me ustashët e Kroacisë, një ndër 2 faktorët kryesorë të shembjes së Jugosllavisë. Ani ndoshta e ka dëshiruar Miloševiqi, por ne jemi ata që kemi ndikuar, ndihmuar në këtë rënje. Dhe rënja e Jugosllavisë në fakt është rënja përfundimtare e tullës së fundit të rendit socialist, që ishte në atë kohë. Lech Valenca në Poloni, pastaj Berlini, rënja e murit të Berlinit, pastaj Bashkimi Sovjetik, Çekoslovakia dhe për fund shembja e Jugosllavisë i jep shenjat përfundimtare të rrëzimit të urës e cila e ka mbajtur të nivelizuar botën socialiste dhe botën kapitaliste. Paktin e Varshavës dhe paktin e NATO-s. Shembja e Jugosllavisë, edhe me rolin e shqiptarëve, është një ndër shenjat më signifikante të rrëzimit të sistemit socialist komunist në botë. Në këtë kohë, kur fillon të bie rendi ose të përfundoj lufta e ftohtë, krijohet tani e tutje organizata botërore. Në këtë kohë fillojnë iniciativat përpara e përmas, organizata tregtare botërore e tregtisë, që në fakt ishte shtylla e tretë e ekonomisë ndërkombëtare, dhe e cila ka luajtur një rol të rëndësishëm në heqjen e barierave tarifore dhe unifikimin e ekonomive të fragmentuara. Fukuyama e pati quajtur fundi i historisë, ndërsa Samuel Huntington supremacin e vetme, duke aluduar në Amerikën, por që edhe kjo u pa se që të dyja këto teori të këtyre 2 autorëve dolën të paqëndrueshme. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke e përfunduar, zemra e sistemit apo kapitalizmit global, tani e tutje, pas rënjes së bllokut socialist,
po bëhej fuqia e vetme ekonomike ndërkombëtare. Pse ashtu? Ku po mbesin shtetet e tjera? Gjermania, e cila sapo u bashkua, nuk ishte e interesuar, citoj, të merrte përgjegjësi për botën, siç thonë se atëherë Helmut Kohli. Gjithashtu, Franca dhe Gjermania edhe së bashku nuk e kishin fuqin dhe as ishin të përgatitur e mjaftueshëm për ta sfiduar hegemonin amerikane. Në anën tjetër, Rusia, si trashëgimtarja e Bashkimit Sovjetik, nuk ishte në gjendje të mbushte boshllëkun që e la rënimi i Bashkimit Sovjetik, ndërsa Kina, e cila preferonte të konsolidonte supremacin e saj vetëm ekonomike, nuk ishte interesuar për ndonjë leadership botnor. Tërheqja e të gjitha këtyre fuqive ndërkombëtare, nga shahu i lojës që po krijohej pas rënjes së bllokut socialist, i hapi rrugën kontrollit unipolar, i cili manifestohet në mënyrën më të dukshme nëpërmes këtij globalizmit i cili ka marrë fund. Shtetet e Bashkuara të Amerikës në këtë kohë nxituan të mbushnin vakuumin strategjik, ku shpallën globalizmin, pra si opcioni i vetëm për menaxhimin e ekonomisë globale dhe për të mirën e njerëzimit. Nisur nga të gjitha këto që po i them. Trumpi, apo instrumenti i zgjedhur i Zotit, siç e quajti Bradley Onish, ka deklaruar që nga fushata zgjedhore idenë e tij se është kategorikisht kundër globalizmit, sepse sipas tij interesat e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka përcejnë çdo interes humanitar apo interes të alatëve të saj, madje edhe të një kapitalizmi global. Vet iniciativa e tij që ta përfshi Kanadan në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që ta marrë Grenlandën, që të luaj rolin permanent në kanalin e Panamas, që të ketë një vijë bashkëpunimi me Rusinë e Putinit, tregojnë dy shenja: një, marrja fund e sistemit të kaluar global dhe krijimi i sistemit të ri bipolar, dupolar, dhe e dyta tregon se Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk dëshirojnë të vetkënaqen me atë emërtimin se është kamxhiku i botës, por po i kthehet vetvetes për të ribë Amerikën sërish të madhe, duke u koncentruar vetëm në interesat e veta. Si përfundim, edhe njerë po them, sistemi i ri global, të cilën e ka sjell fryma e ashtu quajtur Donald Trump dhe presidenti amerikan i quajtur Donald Trump, është fryma e cila po krijohet mbi sistemin e kaluar global, mbi sistemet dhe organizma që i kanë shërbyer sistemet të kaluar dhe që nuk po njihen, dhe që i është shpall luftë idesë së globalizmit, e sidomos globalizmit ekonomik. Bota tani është krejtësisht e re dhe ndryshe nga që ishte më parë. Deri në një video të radhës, mirëmbëjtje.